A jeni gati për një histori që do t'ju prek thellësisht dhe do t'ju bëj të besoni në fuqinë e dashurisë së vërtet? Çfarë ndodh kur një burr i pasur humbë gjithçka dhe familja e tij e braktis, ndërsa gruaja e tij, dikur e pastre, bëhet shtylla e tij e vetme? Ky rrëfim është një dëshmi e jashtëzakonshme se dashuria dhe besnikëria mund të kapërcejnë çdo pengesë, duke treguar se pasuria e vërtet nuk matet me para. Mos e humbisni asnjë moment. Ajo martua me një grua të pastre edhe kundër dëshirës së familjes së tij. Kur humbi gjithçka dhe familja e tij e refuzoi, ai kuptoi se vetëm gruaja e tij ishte pranë tij kur kishte më shumë nevojë për mbështetje. Steven po ecën në rrugë pas një takimi të rëndësishëm me investitorët e tij. Dita ishte me diell dhe e këndshme, kështu që ai vendosi të shionte motin dhe të çlodhej pak. Duke ecur përgjatë rrugicës kryesore, i riu pa një park të vogël në të djathtën e tij dhe vendosi të bënte një shëtitje atje. Ai njeh fllatin e freskët dhe aromën e luleve që po fillonin të lulëzonin në pranverë. Duke ecur përgjatë rrugicave të parkut, Steven vuri re një grua të re të ulur në një stol pranë një shtrati me trëndafila dhe po shihte liçenin. Ajo dukej e trishtuar dhe e vetmuar, por kishte diçka tek ajo që i tërhoqi vëmendjen. Vajza, emri i së cilës ishte Luisa, ishte thellësisht e menduar dhe po prekte petalet e një trëndafili të kuq. Burri u afrua ngadalë, duke mos guxuar t'i ndërpriste mendimet. Por në atë moment, friu një fllad i lehtë, duke bërë që lulja t'i fluturonte nga duart dhe të binte në këmbët e Stevenit. Mendoj se kjo është e jotja, tha ai, duke marrë trëndafilin dhe duke ia zgjatur vajzës me një buzëqeshje të butë. Ajo ngriti kokën e habitur nga mirësia e të panjohurit dhe e falenderoi për të me ndrojtje. Oh, faleminderit. Nuk prisja të takoja dikë të mirë në mes të këtij qyteti kaotik. I riu tërhoqi nga ndershmëria e Luizës dhe vështrimi i saj i thellë, kështu që ai ul pranë saj në stol dhe nisi një bisedë. Po, bota është vërtet mizore, apo jo? Çfarë të solli në këtë park të bukur? Gruaja hezitoi për një moment, por diçka në shprehjen e sinqertë të burrit e bëri atë të hapte zemrën. Për mua, ky është një strehim. Këtu mund ta harroj për një moment jetën time dhe atë që më duhet të kaloj çdo ditë. Steven u habit nga çiltërsia e një gruaje që qartazi jetonte në rrugë. Kushtet e saj të jetesës nuk ishin të këndshme. Kishte sy të trishtuar dhe nuk mund të fshikte hidhërimin e saj. Më vjen keq për situatën tënde. Nuk mund ta imagjinoj kur sa e vështirë duhet të jetosh kështu, tha burri. Luisa e shikoi burrin në sy dhe e kuptoi se ai vërtet interesoi për të. Ajo buzëqeshi me trishtim dhe vazhdoi. Është e vështirë, por mendoj se është e rëndësishme të mos harrosh kurrë se gjërat mund të bëhen më mirë dhe të vazhdosh përpara. Ajo prek nga forca dhe qëndrueshmëria e Luizës dhe duke i prekur butësisht dorën tha: "Edhe unë besoj se gjithçka mund të bëhet më mirë. Ndoshta një ditë, ëndra e gjithkujt do të bëhet realitet. Faleminderit për fjalët e tua të mira. Është e rrallë të takosh dikë që është kaq kuptim plot për ndjenjat e një të panjohuri." Nga ajo ditë ata filluan të takoheshin shpesh në të njëjtin stol në park. Ata flisnin për gjithçka, nga historia e jetës së tyre tek shpresat dhe ëndrat e tyre. I riu u magjips gjithnjë më shumë nga vajza, duke kuptuar se pavarësisht nga gjithçka që i duhej të duronte, kishte një dritë të brendshme tek ajo që e tërhiqte fuqishëm. Ai ishte një burr i mirë, por për shkak se punonte aq shumë, ai ishte shumë i vetmuar. Luisa, pavarësisht se ishte një person i thjeshtë, ishte shoqëri më e mirë se shumë nga njerëzit rreth tij, dhe inteligjenca dhe karizma e saj e bën atë të ndjente një dashuri të caktuar për të që nuk e kishte ndjerë kur më parë. Kështu ata filluan të afroheshin gjithnjë më shumë, dhe një ditë me shi Steven i erdhi në park vonë dhe pa frym, duke menduar se Luiza nuk ishte atje për shkak të asaj stuhie. Megjithatë, për habin e tij, ajo ishte atje, ulur në një stol e lagur, duke parë liçenin dhe duke e pritur. "Vërtet erdhi në këtë shi?" pyeti ai,
me zemrën që i rrihte me gërsi. Gruaja e pastre buzëqeshi dhe u përgjigj, sigurisht. Ti do të vije, por nuk do të më gjeje, dhe unë nuk mund të lejoj këtë të ndodhte. Ai ndjeu se zemra i shpërtheu nga gëzimi, ul pranë saj dhe hoqi pallton, duke mbështjell fort asaj pasi po dridhej nga i ftohti. Faleminderit ta vajza pak e turpëruar, ndërsa Hiriu e shikonte me një vështrim të sjellshëm dhe pasionant. Luiza u përpoq të fshihte ndrojtjen e saj duke ndryshuar temën. Pra, si ishte dita jote në punë? Por para sa ajo të vazhdonte, ai e ndërpreu me një puthje të butë dhe pasionante. Gruaja ishte e hutuar dhe Steveni i turpëruar. Filloi të kërkonte falje. Zoti më fal. Megjithatë, vajza i vuri dorën në fytyrë dhe e puthi edhe ajo. Shiu vazhdonte të binte, por nuk kishte më rëndësi. Ata gjetën njëri tjetrin dhe aty, në atë stol të thjesht parku, filloi një marrëdhënie e mbushur me dashuri dhe shpresë që i çoi të përballeshin së bashku me sfidat që jeta kishte rezervuar për të dy. Burri ishte i lumtur për jetën e tij të re pranë Luizës. Ai e vendosi atë në shtëpinë e tij luksoze dhe ndihmoi të blinte rroba dhe gjithçka që i duhej, duke e bërë atë edhe më të bukur se më parë. Ata biseduan dhe u argëtuan së bashku për orë të tëra, sikur të ishin bërë për njëri tjetrin. Ata e donin njëri tjetrin thellësisht dhe kishin një marrëdhënie unike. Ish vajza e pastre, ndihmoi në mbajtjen e shtëpisë në rregull, ndërsa Hiriu punonte në kompaninë e tij. Kur ai mbrinte, ushqimi ishte tashmë i nxehtë dhe gati për të shijuar. Shtëpia ishte gjithmonë e pastër dhe kishte një erë të mirë, dhe Steven vuri re sa shumë përpjekje bënte ajo për ta bërë shtëpinë e tyre një vend të rehatshëm dhe të lumtur. Ai ndjeu mirënjohje dhe gjithnjë më shumë dashuri për gruan që hyri në jetën e tij. Megjithatë, familja e biznismenit ishte e pakënaqur me këtë situatë. Rezulton se Steven vinte nga një familje e shtresës së mesme. Ai kishte prindër, Kristoferin dhe Margaritën, dhe një motër, Gabrielën. Në fakt, Kristoferi dhe Margarita ishin xhaxhai dhe tezja e tij, por Hiriu i konsideronte ata prindërit e tij, pasi prindërit e tij të vërtet vdiqën kur ai ishte ende fëmijë dhe Gabriela, kushërira e tij, ishte si motra e tij. Edhe pse Kristoferi dhe Margarita kujdeseshin në thellësisht për ta, ata nuk ishin kur veçanërisht të sjellshëm me djalin. Ata e konsideronin atë një barë dhe djali u rit duke dëgjuar fjalë si: "Ky fëmijë na ka kushtuar shumë. Motra ime e pa fat vdiq dhe më la këtë djalë në kujdesin tim." Këto fjalë trishtonin voglushin, por xhaxhai dhe vajza e tij ishin e vetmja familje dhe ai nuk kishte ku tjetër të jetonte. Pas diplomimit nga gjimnazi, Steveni hyri në kolegjin e inxhinierisë. Atje një i ri dhe shoku i tij zhvilluan një projekt inovativ, një sistem inteligjencë artificiale që synonte optimizmin e përdorimit të energjisë në shtëpi dhe ndërmarrje industriale. Ata investuan në ide dhe së bashku themeluan një kompani teknologjike që përfundimisht bëri të dy të pasur. Një i ri i suksesshëm u siguroi prindërve dhe motrës së tij një jetë luksi dhe privilegj, por ata ishin krenar dhe nuk dinin si ta pranonin pasurinë e tyre. Ata shpenzuan gjithçka për gjëra të panevojshme dhe mezi e falenderuar biznismenin, i cili vazhdonte t'i trajtonte si familje. Kur mësuan për marrëdhënien e tij me gruan e pastre, ata u indinjuan dhe gjithmonë thoshin diçka si: "Nuk e shihni që kjo vajzë dëshiron vetëm paratë tuaja? Je i çmendur, si guxon ta puthësh edhe një copë plehrash si ajo?" Pyeti Gabriela me përbuzje dhe Margreta tundi kokën në shenjë mosmiratimi, duke lënë dakord me vajzën e saj. Qëndrimi i familjes së tij ndaj Luizës vetëm sa forcoi vendoshmërinë e tij për të provuar se dashuria e tyre ishte e vërtetë dhe se ajo ishte e duhura për të. Jeta e të riut u bë më e mirë se kur. Tani çdo ditë një grua e veçantë po e priste në shtëpi dhe kjo e bënte të lumtur. Marrëdhënia me vajzën solli një dritë të re në jetën e tij. Ajo ishte modeste, sjellshme dhe e përkushtuar dhe nuk e interesonte se sa para kishte ai. Luiza sinqerisht kujdesej për mirëqenien e tij dhe shoqërinë e tij, diçka që burri i pasur nuk e ndjente nga prindërit dhe motra e tij.
Muaj kaluan dhe Kristoferi, Margreta dhe Gabriela ishin ende të pakënaqur me marrëdhënien dhe praninë e kësaj gruaje. Nuk mund të besoj që ke futur një lypse në shtëpinë tënde. Ajo nuk meriton të jetoj me ty. Ajo është e pastre, Steven. Ajo është fundrina e shoqërisë. Zgjohu, tha Kristoferi me një pamje neverie në fytyrë. Është një turp për familjen tonë që ti je me një person të tillë. Çfarë do të mendojnë njerëzit? Pyeti babai i shqetësuar për pamjen e saj. Ti nuk ke të drejtë të flasësh kështu për të dashurën time. Ajo është personi më i mirë. Ajo nuk do të dëmtonte kur askënd. Më vjen turp që sillesh kështu. Nuk duket se i kujton vështirësitë që kaluam? Ne nuk kemi lindur si të pasur. Nuk e kujton këtë? Mbrojti Steveni. Dhe kështu pas pak kohë Steven kuptoi se ishte koha për të bërë një hap të rëndësishëm në marrëdhënien e tyre. Ai planifikoi një mbrëmje romantike me një drekë me qiri dhe më pas propozoi diçka. Gëzimi në sytë e Luizës ishte i padiskutueshëm dhe ajo pranoi me një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Me një zemër plot lumturi, i riu ftoi familjen e tij në dasmë e cila do të mbahej në zyrën e gjendjes civile. Megjithatë, siç pritej, reagimi i prindërve dhe motrës së tij ishte negativ. Vërtet mendon se unë do të vi në dasmën tënde me atë lypse të neveritshme? Pyeti nëna e fyr. Dasma do të shkatrohet nëse ajo është atje. Si mund të doje këtë? Uluriti Gabriela, duke mos fshehur për buzin e saj. Bir, duhet të martohesh me një grua të pasur, dikë që është e denjë për ty, dhe jo një lypse e neveritshme, shtoi babai duke treguar mos miratimin e tij. Biznismeni ishte thellësisht i zhgënjur, por jo i habitur, dhe u përgjigj. Mendova se ishit familja ime, se do të gëzoheshit për mua, por nëse nuk doni të jeni pranë meje në këtë moment shumë të rëndësishëm, kjo është në rregull. Unë do të martohem me gruan që e dua, dhe kjo është gruaja më e rëndësishme. Luiza ishte e trishtuar kur pa mos miratimin e tyre dhe madje i tha dhëndrit të saj se ajo e kuptonte reagimin e tyre. Në fund të fundit, nuk është normale që dikush të martohet me një grua të pastre. Buri megjithatë i hodhi butësisht krahun rreth supeve dhe ngushëlloi të dashurën e tij. Zemër, ti je personi më i mrekullueshëm që kam takuar ndonjëherë dhe të dua pa marrë parasysh asgjë. Më intereson çfarë mendojnë të tjerët. Askush nuk do të ndryshojë mendimin tim për ty. Ne do të jemi së bashku dhe do të jemi të lumtur sepse kjo është ajo që duam të dy. Ata më pas u puthën duke konfirmuar angazhimin e tyre ndaj njëri tjetrit. Dhe kështu koha kaloi. Steveni dhe Luiza u martuan edhe pa praninë e familjes së tij dhe vazhduan të ndërtonin një jetë së bashku, bazuar në dashurinë dhe respektin që kishin për njëri tjetrin. Megjithatë, jeta e çiftit dukej se po shkonte mirë. Fatkeqësisht, ata nuk mund ta imagjinonin se një fatkeqësi e tillë do t'i godiste. Kompania teknologjike që Steven themeloi me partnerin e tij thjesht u zhduk. Shoku i tij tradhtoi besimin e tij dhe vodhi projektin e inteligjencës artificiale që po zhvillonin së bashku. Steveni u shkatrua dhe me të u zhduk edhe pasuria e tij. Gjatë kësaj kohe të vështirë, vetmi person që ishte pranë tij ishte gruaja e tij. Ajo e ngushëlloi dhe tha se do të ishte me të pa marrë parasysh asgjë. Megjithatë, lajmi për falimentimin e tij shpejt arriti te familja e tij. Margreta, Kristoferi dhe Gabriela, duke parë se nuk do të merrnin më para nga i riu, vendosën të vepronin. Duke përfituar nga situata të tre, shkuan në shtëpinë e çiftit kur ata ishin larg dhe pa asnjë pendim vodhën gjithçka që ishte atje. Ata morën argjend, bijuteri, litar shtrati, porcelan dhe gjithçka që i përkiste Stevenit. Ata nuk lanë asgjë pas, pa marrë parasysh se dhimbje i shkaktonte atij. Në fund të asaj dite, të trishtuar që nuk kishin mundur të rimarrin pronësinë e kompanisë së tyre, burri dhe gruaja e tij u kthyen në shtëpi të pasigurt për atë që i priste. Kur hapën derën, gjetën shtëpinë plotësisht bosh. Luiza nuk mund të besonte syve dhe filloi të qante. Burri me syt plot lot përqafoi gruan e tij dhe tha: "Nuk mund të besoj se na bën këtë." Vajza edhe pse vazhdonte të qante u përgjigj: "Mos u shqetëso, dashuria ime, do të dalim nga kjo. Do të shohish." Ata u përqafuan në mes të zbrastirës ku ishte kthyer shtëpia e tyre dhe u zotuan se së bashku
do të rindërtonin jetën e tyre. Ky moment dhimbje dhe trishtimi forcoi më tej dashurinë mes bashkëshortave, duke treguar se mbështetja reciproke ishte ajo që vërtet kishte rëndësi në ato moment. Kanë kaluar disa ditë që kur Steveni dhe Luiza u grabitën nga familja e tyre. Ata u përpoqën t'i kontaktonin disa herë, por pas çdo telefonate të tyre, ata mbyllnin telefonin. Në dëshpërim, Steveni vendosi të shkonte në shtëpinë e prindërve të tij. Megjithatë, sa po arritan atje, nëna e të riut i priti me përbuzje. "Çfarë po bëni këtu? Ne nuk kemi asgjë për ju." Djali u përgjigji me lotë në sy. "Ju lutem, mama, thjesht na duhet një vend për të qëndruar. Edhe nëse nuk është për shumë gjatë." Kristoferi ndërhyri plot përbuzje. "Nuk kam vend për ju të dy, këtu veçanërisht në një shtëpi si kjo. Duhet ta kishit menduar këtë para se të humbisnit gjithçka." "O zot, baba," u grinda ai i indinjuar. "Më vodhe gjithçka që kisha, dhe unë as nuk kërkoj asgjë mbrapsht. Thjesht më duhet një vend ku unë dhe gruaja ime të mund të qëndrojmë për të filluar jetën tonë nga e para." Por ky burr tha diçka që e lëndoi thellë zemrën e të riut. "Unë nuk jam baba yt, djalosh. Ne nuk të kemi pasur kur nevojë. Ti je një bardhë gjithmonë ke qenë. Tani dil jashtë. Ti ke tashmë dikë që të ka përvojë për lypje. Ndoshta duhet të mësosh prej saj." I riu shtang. Luiza me tmerr kapi burrin e saj nga dora dhe u tërhoq me vete. "Eja, dashuria ime, ata nuk janë familja jote dhe nuk kemi nevojë për ta." Sa po u kthye në shtëpi, ajo përpoq të ngushëllonte, duke thënë se do t'i kapërcenin gjithçka së bashku. Në fund të fundit, ajo kishte qenë tashmë e pastër dhe e dinte se ata të paktën kishin një xhati mbi kokë. Ajo tha gjithashtu se do të përpiqej të gjente një punë dhe do të sillte para në shtëpi. Burri u dashurua edhe më shumë në të, duke parë vendosshmërinë e saj. Ata pastaj vendosën të kërkonin punë për të mbështetur veten, por një pikë kthese ishte gati të ndodhte. Një ditë, një grua po kontrollonte telefonin e saj celular kur mori një njoftim të papritur. Kriptomonedha që ajo bleu për disa qindarka vite më parë ishte rritur në mënyrë eksponenciale, duke mos u besuar syve. Ajo shikoi balancën në platformë dhe kuptoi se kishte $3 milion. "Steven," bërtiti ajo me sytë e habitur. "Nuk do ta besosh." Ai vrapoi drejt saj, i alarmuar. Luiza i tregoi telefonin e saj dhe burri mezi u besonte syve. "Ne jemi të pasur," tha gruaja me zërin që i dridhej nga emocionet. Steveni e përqafoi, ende duke mos u besuar syve dhe tashmë i emocionuar. "O zot, dashuria ime, kjo është e pabesueshme." Rezulton se jeta e Luizës ishte plotës prova dhe vuajtje. Ajo nuk ishte thjesht e pastre. Ajo ishte fëmia i vetëm i prindërve të thjesht që kishin vdekur tashmë, kështu që ajo gjithmonë duhej të luftonte për një jetë më të mirë, inteligjente dhe punëtore. Ajo mori një bursë në një universitet të njohur ku u specializua në ekonomi. Pas marrjes së diplomës, vajza filloi të punonte në një bankë ku takoi burrin e saj të parë, një burr simpatik dhe të suksesshëm me emrin Jimmy. Ata kishin një djalë të vogël dhe ishin shumë të lumtur. Megjithatë, jeta e të res u shkatrua kur martesa e saj përfundoi në tragjedi. Jimmy ishte përfshirë në aktivitete të paligjshme dhe kur u kap, ai mori djalin e tij të vogël, e futi në makinë dhe u largua, duke lënë gruan e tij pasi mendoi se ajo do të paguante për krimet e tij. Zbulimi i përfshirjes së tij në krim njollosi reputacionin e Luizës dhe ajo përfundoi duke humbur punën dhe pothuajse duke shkuar në burg. Ajo shpenzoi gjithçka që kishte për të provuar se nuk kishte asgjë të bënte me krimin e burrit të saj dhe mbeti e falimentuar. Përveç kësaj, askush nuk donte të punësonte gruan e kriminalit, kështu që vajza nuk mund të gjente më punë. Megjithatë, shëndeti i saj mendor nuk ishte më në gjendje më të mirë, pasi ajo nuk mund të pajtohej me faktin se ky mashtrues kishte marrë djalin e saj në një vend të panjohur. Ajo nuk do të kishte menduar kurrë se do të pësonte një humbje kaq të pariparueshme. Pasi shpenzoi gjithë energjinë e saj duke kërkuar foshnjën e saj, gruaja zbuloi se Jimmy dhe djali kishin qenë viktima të një aksidentit automobilistik që u kishte marrë jetën. Nëna e shkret humbi botën e saj.
plotësisht e shkatruar dhe pa mbështetjen e familjes dhe miqve. Ajo u detyrua të jetonte në rrugë. Ndërsa punonte në bank, ajo kishte blerë tashmë disa dhjetra Bitcoin nga një kompani pak e njohur. Megjithatë, për shkak të të gjitha problemeve që hasi, vajza përfundimisht të harroi këtë blerje. Në përvjetorin e parë të vdekjes së djalit të saj, një nën e re vendosi të këpuste një trëndafil të kuq në kopshtin e parkut për të nderuar kujtimin e tij. Ajo ul në një stol dhe shikoi me mendime liçenin dhe kështu takoi Stevenin. Tani që çështja financiare është zgjidhur, çifti ka një shans për të rindërtuar jetën e tyre së bashku, duke treguar se edhe përballë fatkeqësive, dashuria dhe vendosshmëria mbizotrojnë. Ata themeluan një kompani konsulence teknologjike dhe financiare, duke u mbështetur në prapavien e Stevenit si inxhinier dhe prapavien e Luizës si ekonomiste. Kompania shpejt u bë e suksesshme, duke u siguruar atyre një jetë të begatë dhe të lumtur. Ndërkohë, ish familja e të riut, të cilët kishin vjedhur gjithçka që kishin, shpejt u gjendën në vështirësi financiare siç pritej. Pa mbështetje financiare të biznismenit, ata nuk ishin në gjendje të ruanin stilin e tyre të jetës luksoze dhe shpejt kuptuan se sa i vlefshëm ishte i riu për ta. Dhe meqense ishin plotësisht të falimentuar, ata shkuan në shtëpinë e çiftit për të kërkuar mbështetje. Margreta foli duke u përpjekur të dukej e penduar. Birim, ne erdhëm këtu për të kërkuar falje. Ne ishim të tmerrshëm me ty dhe Luizën. Dhe tani kuptojmë se sa të rëndësishëm jeni për ne. Po bir, ne bëjmë gabime, por të gjithë njerëzit bëjnë gabime dhe tani kemi nevojë për ndihmë. A mund të na jepni themi rreth 100.000? Vazhdoi Kristoferi. Megjithatë Steveni u afrua dhe i shikoi ftohtë dhe me gjithë urrejtjen në zemrën e tij u përgjigj: "Unë nuk jam mbiryt. Dil jashtë prej këtu." Të tre nuk u besonin veshve dhe madje u përpoqen të kundërshtonin, por nuk mundën të bënin asgjë. Ata e dinin se marrëdhënia që kishin nuk do të restaurohej kur dhe djali nuk do t'i pranonte më kur në jetën e tij. Ata u larguan dhe çifti nuk i pa më kur. Shumë shpejt pas kësaj, Luiza zbuloi se ishte shtatzën. Ajo dhe burri i saj ishin tepër të gëzuar. Kur lindi foshnja, ata u ndjen të lumtur që kishin një tjetër shans për të jetuar dhe për të filluar një familje së bashku. Ish gruaja e pastre, nuk harroi kur për fëmijën e saj të parë, por ajo e dinte se ai do të mbetej gjithmonë në zemrën e saj. Dhe së bashku me Stevenin, ajo ishte e vendosur të ishte nëna më e mirë për foshnjën. Ata krijuan një familje të dashur dhe të ngushtë dhe treguan se nuk ka rëndësi në çfarë situate ndodhesh, gjëja kryesore është dashuria. Të dashur shikues, a do t'i falni të prindërit tuaj nëse do të ishit në vendin e Stevenit? Ju lutemi na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë bëni pëlqej dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim!